në stadiumin Vora. Lojtarët e të dyja skuadrave me Vorën që luan me uniformat blu dhe Eknati që sot luan me uniformat e bardha në këtë takim përballë skuadrës vendase të Vorës. Plani parë për Akim Dembrozi, presidentin e skuadrës së Egnatjes i pranishëm në stadium. Gjithçka gati në këtë takim të katërtin për javën e 6 A Biznet superiore. Plani parë edhe për gjyqtarët. Sot Egli Spaiu gjykon ndeshjen e parë në elitën e futbollit shqiptar. Ritiger Çoka dhe Jetmir Podgorica, ndihmës i tij ndritmir të gjyqtar i katër do të jetë Kreshnik Ciapi dhe Daniel Vrapi, dy protagonistët e Varit, ndërkohë që Bujar Prejgja, Arjan Mali janë respektivisht delegatit dhe vëzhguesi i Federatës Shqiptare të Futbollit. Për të njohur dhe me formacionet e të dyja skuadrave, tek skuadra e Vorës, tekniku Arjan Bellaj vjen me këtë 11 që sot Ruci Zuna, Repaj, Karica, Kasalla, Bardhi, Vrapi, Dalipi, Adeloje, Bajramaj dhe Dejan Shej. Të gatshëm do t'jenë Arizaj, Tabaku, Qibujke, Fazlagic, Daka, Cezar, Madera, Gjapafti dhe Marinaj. Ky është Arjan Bellaj, ndërkohë në krahun tjetër tek skuadra e Egnatjes, tekniku Tetova luan me Dajsinanin, Aleksi, Fernando Albanese, Selmani, Gjemajli, Jefferson, Sota, Buric, Fanga, Jeruci, Kuka, Aljev, Poçi, Melo, Ndreca, Jahaja, Serrano, Kryeziu dhe Gruda të gatshëm për Edlir Tetovën. Gjithçka gati në stadiumin Laçi për nisjen e këtij 90 minuti, një takim ku do të kërkohet maksimumi nga të dyja skuadrat, çojmë në tifozërinë ultras të skuadrës së Vorës, ata të cilët mbështesin skuadrën si gjithmonë. Vora e cila po rregullon stadiumin e saj, më saktë është një tribunë qendrore e cila po ndërtohet për t'i dhënë një tjetër pamje stadiumit, i cili do të thënë ka kushte mjaft mira dhe tashmë është një stadium i cili do të mirëpres edhe ndeshjet e A Biznet superiore. Do të kemi gjithçka gati pas pak javësh në stadiumin Vora dhe Laçi është zgjedhur. Pritet sinjalizimi Egli Spaiut, kronometri shënon 14:00 në nisje të kësaj përballje, drejt për drejt nga stadiumi Laçi vjen sinjalizimi i kryesorit Egli Spaiu, i cili do të jetë në një ditë veçantë sot në ndeshjen e tij të parë në A Biznet superiore, gjyqtari i cili ndihmohet me asistent me përvojë si Çoka, një nga asistentët me përvojë të futbollit ton. Gjithashtu do të ketë, nëse gjithmonë do të jetë nevoja, dyshen Kreshnik Ciapi dhe Daniel Vrapi në VAR, dy nga arbitrat që prekohesh gjykojnë në nivelet e larta të futbollit ton, sidomos kryesori Ciapi. Do të kemi këtë goditje të lirë për skuadrën e Egnatjes, Egnatja e cila ka arritur të bëjë mirë fitore pas fitore, kujtojmë me fundit e arritur përballë Flamurtarit në Florë, gjithashtu fitore ndaj Tiranës, fitore ndaj Zbylisit në transfer, një nga skuadrat që ka ardhur në rritje, ndryshe nga nisja e kampionatit ku kujtojmë ishte humbja përballë vllaznisë të Lore Boriçi për të vijuar me barazimin në Arena Egnatja përballë Elbasanit, e më pas fitoret duke nisur nga Ballçi në transfer me Tiranën në shtëpi dhe Flamurtarit në transfer. Topi gjatë, Dajsinani kontrollon, do të jetë me njerë pas përfundimit të kësaj sfidje drejt grumbullimit e ekipit përfaqësues, ku do të bashkohet me Kuqezintë, të cilët do të kenë dy impenjimet e muajit tetor. Shërpresingun e lartë Albano Aleksit, kapitenit të Rogozhinasve, gjithnjë e më i rëndësishëm për skuadrën Rogozhinase. Rivënë me duar i takon skuadrës së Egnatjes. Ka qenë Karica që ka prekur topin i fundit, Fanga në rivënë me duar. Në kohët këtë do përpara, ndërhyn Vrapi edhe një tjetër Fangaj, Ruci, ndërhyn Repaj. Kalimi mjaft i mirë i Selmanit, Ruci, e mban topi Ruci, gjen sak Fangaj, sërish Ruci, por Fernando nuk kuptohen. Shojmë zbret Patrik Bardhi, Repaj, largon nga zonë, Kasalla. Mjaft mirë, gje Karica, të qojnë këtë sulmin e Vorës, Karica, mbështet Kasalla në të parë, gjithje Karica, lëvizja e mirë, hapësira e goditjes, vjen e djatha! Bernard Karica, shkëndije parë,
Minuta 3 Vora që ka të drejtë në goditjes nga këndi. Një dalje shumë e shpejt, por Kasalla me lëvizje dese ndaj kundërshtarëve arriti të nxjerrte mjaft mirë ato nga një zonë ngushtë me kombinime të shpejta të lojtarëve vendas. Do të jetë Patrik Bardhi në këtë këndore të parë. Afrohet dhe Jurgen Vrapi, vinë udhëzimet nga pankina, do të jetë Vrapi që do të largohet, largohet Patrik Bardhi. Shohim vendosin e Bajramajt, i cili pret një top të kthyer. Duhet të rriqet, pasi kemi një zhvendosje të Selmanit përpara, vjen ky krosim, largon Fernando. Jashtë vijave kufizuese në rivënie me duar. Mbetet përpara skuadra e Vorës. Vrapi, shohim për Bardhin. Albanese, ka një faull të Albaneses dhe kemi goditje të lirë, ka patur një goditje ndoshta me pjesën e dorës, si anëson me njërë faullin, i vendosur Eglis Paiu. Ka e parë për portierin ndaj Sinani për të parë edhe një tjetër momenti. Shohim një dorë e hapur, e paqëllimshme, gjithsesi faulli në favor të skuadrës së Vorës, që provon të mbetet edhe një herë përpara në fazën sulmuese dhe mund të sjellë rrezikshmëri nga kjo goditje e lirë. Pranë topit është Patrik Bardhi, të shohim këtë moment, vjen arkimin në qendër të zonës, goditja me kokë, pranë golit Dejan Shej. Shohim Kasalla, plani parë për Dejan Shej. Shtatlarti prapa vijes edhe një tjetër. Goditja me kokë jashtë kuadratit. Gjithsesi janë dy momente të mira të skuadrës së Vorës, që provon të rrezikojë prapa vijen Rogozhinase. Ndaj Sinani, një shkurt me Albano Aleksis, zbret ai për të kontrolluar manovrën. Shohim zhvendosjen e sotës me fangën të spostuar në qendër. Buric me forcë arrin ta ulet top. Selmani, i ndërhyn Dalipi. Do tjetë Fangaj. Aleksi e dërgon topin drejt Albaneses. Shohim e ule i Albanese, gjithnjë Albanese. Provon të triploj kundërshtarin, e mbyt mjaft mirë zona. Kemi goditjen e parë nga këndi edhe për skuadrën Rogozhinase. Dy goditje nga këndi, nga një për secilën skuadër. Vjen kërësimi Fernandos, Selmani provon të shërbej, largohet topi. Bajrama, çojm daljen e shpejtë, niset Adeloje. Pasimi për Kasallën, është Bardhi, edhe një tjetër Bajrama, i dalin mirë lojtarët e Vorës. Por me sa duket topi ka kaluar jashtë vijave kufizuese, rivënie me duar për Ignatjen. Ndaj Sinani, shkurtimisht për sotën. Topi gjatë i sotës pa adrese i gabuar. Zuna. Shej. Dalipi. Repaj. Dalipi edhe një tjetër, Repaj.
Kërkohet Adeloje, ndërhyn Sota me kokë. Buric, topi kontrolluar me dorë. Tako që Arrepa e Sota kanë të kaluarën pasi vjen nga Apolonia. Të dy kanë kaluar një pjesë të mirë të karrierës tek skuadra firake, edhe pse Repaj është origjinë nga Shkodra, ndryshe nga Sota, ndryshe Firak. Xhemalaj. Yul nga Fir Deashi, Bajramaj. E ka topi kontrol Bajramaj. Brapa tek Repaj. Ruçi, nuk citohet kapiteni, topi gjatë. Zuna. Yul Xhemali, Bajrama edhe një tjetër. Kasalla, spektakular në triblim, Kasalla. Personalitet nga Erdi Kasalla. Nga lojtarët e spikatur për Dalipin e lëtopin. Jashtë mirë Dalipi, gjen Bardhin. Shojmë Bardhi, Adeloje, e mban topin. Nuk ka faull, gjithçka rregull. Provon të dalë në krahun tjetër skuadra e Gnatiës, Albanese. Ruçi, e lë për Fernandon. Me njëherë topi drejt Selmanit. E ulej Kontnis Fangaj, në duelin me Repaj. Fangaj provon ta ul. Vjen dhe Karrica. Fangaj, Repaj. Dalin nga zonë lojtarët e Vorës, Kasalla. Avancon vetë, gjithje Kasalla. Shek të top për Bardhin, kupton i den Xhemali, mbyllet mjaft mirë. Aleksi. Edhe një tjetër Selmani. Në vërzuar Bellaj me Kasallën. E kritikon tekniku i skuadrës së Vorës. Xhemali. Fernando. Edhe një tjetër Xhemali. Shkon topi mbrapa tek Destinani, Adeloje ka faull. Shohim. Ka karton të verdh për Adeloje, Ajodele. Shumë i shpejt ky karton i verdh, vetëm minuta e 10 për sulmuesin agresiv me të ndërhyrje. Shohim nëse ka probleme për Xhemalin, do duhet ndihmë stafi mjekësor, kërkohet nga kryesori Eglis Paiu, i cili shkon pranë për të parë edhe situatën, gjendjen e Xhemalit në atë përplasje. Nuk e pam në momentin asaj ndërhyrje e cila u shoqërua me kartonin e verdh nga kryesori Spaiu. Plani i parë për Adeloje. Ajodele, ndërkohë kërkohet nga stafi, nga pankina. Shohim edhe një tjetër, ka qenë e ashpër ajo ndërhyrje. Kërkon në këto momente stafi e Gnatiës të di gjendjen e Xhemalit, nëse do të jetë në gjendje për të vijuar apo jo. Se duket merr okej dhe do të jetë në vijim, edhe pse mbetet për të parë se do të jetë gjendja e tij, por me se duket nuk ka probleme për qendërmbrojtësin Mëngjarashi, shtatlartin e pravëvizit të skuadrës rrugozhinase. Destinani, Xhemali është nga pikat më të rëndësishme të formacionit të Tetovës, nga titullarët e padiskutueshëm tek skuadra. Tu Bajrami e shej në kuptohen me styre, topi shkon në krahun e djathtë për skuadrën rrugozhinase. Aty ku Selmani gjen saktë Fernando, shohim hapësirën që ka, dërgon me njëherë tek Jefferson. Vjen krosimi Jefferson, nuk arrin Ruçi, as Selmani. Dalje mirë e skuadrës rrugozhinase, por nuk arrin të ketë goditje në kuadrat. Plani i parë për Jefferson, ka fituar vendin e titullarit sot. Dreca ndodhet në stol. Kujtojmë Bakayoko është mungesa e skuadrës rrugozhinase. Shkak të dëmtimit Ruçi, Albanese djathta! Ja shkon e menjëhershme. Goditja e numrit 10, Albanese. Plani i parë për Albanesën. Në dy momente provon të shfaqet skuadra e Gnatiës me atë goditje të Albanesës, ndërkohë më herët ai kryesim që nuk u shfrytzu as nga Ruçi dhe as nga Selmani.
Nisi shkurtimisht Prabavi me portierin Ruçi, ndërsa Repa I kërkon këtë top gjatë drejt Adeloje, e mbyll Sota, Kasalla, Gjensak vrapin. Ruçi të gabuar, goditje e lirë, fauli në favor të skuadrës së Vorës. Top gjatë I vrapit, kërkon Patrik Bardi në thellësi, del dhe kontrollon Mario Dajsinani, lexon gjithçka. Albanese, edhe një tjetër me topin kontroll Albanese. Fernando. Ruçi, është Fangaj. Topi shkon tek Selmani. Sota. Albano Aleksi. Xhemaili. Çakulloi topin tek skuadra rrogozhinase. Qëndron pritje Vora. Gjithë skuadra e Vorës për shqinjës të topit. Aleksi provon të zhvendos lojën në krahun e majt tek Jefferson, por dërin aty Zuna. Fernando, gjithë saktë Albanese, ne kanë kontroll topin, gjithë Albanese, pritet Arkimi, vonon, vjen në këto momente. Buric, largon vrapi. Nuk arrin Kasalla, Fangaj. Zhvendosur drejt qendrës ndërkohë që Jefferson fton edhe një tjetër Albanese. Në Albanese, në drejt fundores. Një top I kthyer, por aty Dejan Shej e largon në këndore, e dyta për skuadrën rrogozhinase. Topi Bajramaj, provon skuadra Vorës, gabuar e pasimi Bajramaj, ndërkohë që Albanese dëgjon mbrapa tek Fangaj, kërkon mbrapa tek Dajsinani, shën presingun e Karricës, por Dajsinani po një zgjidhje mjaft mirë duke kthyer sërish topin Fangajt në zonë të sigurt. Tashmë Sota kthehet në pozicionin e tij, gjithashtu dhe Xhemalaj, ndërkohë që Fangaj në pozicionin natyral, gjithsesi ka topin kontroll, edhe një tjetër Xhemalaj shon Fangaj. Më shumë avancon ai Albanese, dërgon topin tek Fernando, vjen Arkimi. Sërish I pakalueshëm dhe janë shej që kërkon faull, gjithçka rregull këto tek Ismaiu. Goditje nga këndja e treta për rrogozhinasit. Vjen këmbgulin nga Majta, aty ku Fernando shkon në dublazh ndaj Jefferson. I vendoset Fernando gjithmonë dhe bashku me Albanesen, kërën superioritet në të krah, vjen kryesimi, largon edhe një tjetër skuadra e Vorës Bajramaj. Gjithë Bajramaj arrin të kalojë ndjek Buric. Nuk e lejon Buric të avancojë më shumë, mbyll shtatlarti I sulmit. Do të jetë vrapi në rivendin me duar. Kasalla. Edhe një tjetër vrapi, sërish për Kasallën, kombinoj mirë mes tyre, ndërlyn edhe një tjetër Ruçi. Vrapi, kërkohet Adeloje, Karrica. Gjithë Karrica provon dal vet Karrica, Adeloje mbyll mjaft mirë Xhemali, Jefferson, Bajramaj, lëvizja e mirë e Bajramaj. Kjo goditje me të majtën. Bernard Karrica kontrollon Dajsinani. Edhe një tjetër me një goditje nga distanca, Bernard Karrica. Nuk ishte një goditje që mund ta vinte në vështirësi Dajsinani pozicional, pati dhe një devijim, duhet thënë Fangaj, me këtë top nga Albano Aleksi. Selmani mes dy kundërshtarëve arrin të kalojë, dërgon edhe një herë tek Fangaj, Fernando, Aleksi. Xhemaili I lirë, por preferon një pasi për Albanesen, I vendosur mjaft mirë mes linjave të kundërshtarit. Jefferson. Vjen Arkimi I lartë, Jefferson, Ruçi me kokë! 1-0 Egnatia, minuta 17 e kërkuar më herët në këtë mënyrë dhe gjetën në këtë minutë me anë të Flamur Ruçit. Gjerë rrugën e rjetës në të goditje me kokë Flamur Ruçi në krosimin e Jefferson. Në shtyllën e dytë arriti të gjente kohën, koordinimin e dur dhe golin për skuadrën e Ignatias. Flamur Ruçi, gjithnjë më I rëndësishëm për formacionin e skuadrës rrogozhinase. Një nga lojtarët që ka sfikatur
tek skuadra Rogozhina, se kujtojmë shënoi dhe ai skuadrës së tij në fitoren 1-0 ndaj Bylisit. Tashmë vjen goli i dytë me fanellën e skuadrës së Ignatiës për Flamur Ruçin. Ako që në 5 shkurtin e këtij viti në një Bylis Ignate i shënon dhe skuadrës së tij. Në atë kohë pjesë e skuadrës së Bylisit, Flamur Ruçi, i cili kaloi një periudhë gjatë 5 sezone tek skuadra e Bylisit, një nga klubet që besoi tek Ruçi që në moshë të re kur ai u transferua nga Tomori Beratit, një nga lojtarët që ka bërë mjaft mirë, jo vetëm për 2 golat në këtë nisje të kampionatit, ky ishte goli i dytë i tij në këto 6 javë të zhvilluara, por është një lojtar i cili ka bërë që të ndjehet gjithnjë më pak mungesa e të larguarve tek skuadra Rogozhinase, së bashku me albanezen. Janë 2 lojtarë të cilët janë përshtatur më njëherë në skemat e skuadrës së drejtuar nga Edlir Tetova, duke bërë mirë dhe të paktën një dyshe si Ujka e Lushkja kanë zëvendësuar denjësisht, duke bërë që skuadra Rogozhinase të ketë 2 elemente të tjerë të rëndësishëm, 2 lojtarë të cilët i bashkohen skuadrës së Rogozhinase në një tjetër sezon ku objektiv është titulli kampion, por lojtarë të cilët kanë treguar se din të bëjnë mirë, duke gjetur dhe rrugën e rjetës në këto javë të para të kampionatit. Shohim këtu albaneze kërkon edhe një tjetër Ruçin, i cili hezitoi për një çast, provon në të vjet kontrollin e topit në duelin me Dejan Shein. Shohim i fundit e prek Ruçi dhe kemi rivëdhjen fundore. Plani i parë për Flamur Ruçin. Dejan Shej dërgon topin tek Serjan Repaj, më pas është Vrapi në të majt. Rëvon të ambyll Selmani, kalon mjaft mirë Vrapi, shumë i shpejt me daljet e tij, zhvendoset drejt qendrës Dalipi. E humbet topin, gjithsesi kontrollon Dejan Shej, Repaj, edhe një tjetër Dalipi, kërkohet Kasalla, mbyll Albano Aleksi, Ruçi, Fernando, edhe një tjetër Ruçi. Shet Jeffersonin krahun e majt, pasimi i saktë, zhvendosja e lojës nga djatha në të majt. Krijon pikërisht Ruçi Gjersin, formacionin e Tetovës nga linja e djathtë. Sota horizontal pasimi për Xhemalin, zbret Albano Aleksi, provon ai tashmë të organizoj, janë lëvizje para rregullisht në lojën e skuadrës së Ignatiës. Me Albano Aleksin që kthehet si një qendërmbrojtës për të organizuar në momentin që skuadra ka kontrollin e topit dhe provon të niset në drejtim të sulmit. Janë manovra të cilat kemi parë shpesh në formacionin e Rogozhinasve me zhvendosjen e mbrojtësit djathtë drejt qendrës. Dejan Shej, Bajramaj, Dalipi, Repaj, Bajramaj edhe një tjetër mbrapa tek Ruçi. Kërkohet Vrapi, Dorin Fangaj, por me faul. Ka një shtyrje ndaj kundërshtarit. Fangaj. Kasalla, Vrapi, edhe një tjetër mbrapa tek Repaj topi. Dejan Shej, provon të zhvendosin në krahun tjetër lojën tashmë skuadra mjaft mirë Delzuna. Vrapi, Kasalla, edhe një tjetër Vrapi. Lojëra Selmanit është e gabuar. Kemi këtë goditje të lirë pranë aksionit e Iglis Paiu, nuk ka dyshime për të dhe sinjalizon faulin.
tek Vora kërkojnë kartonin e verdh, ndërkohë që Albano Aleksi proteston për këtë faull. Por dukshëm që Selmani ka prekur kundërshtarit. Një lojtar në murin mbrojtës vrapje Bardhi pranë topit, të shohim çfarë do të sjellë ky moment. Dërgohet Bardhi, vjen kryesimi, vrapi në qendër, goditja me kokë në duart e Dajsinanit përfundon. Fangaj, Ruçi, edhe një tjetër skuadra Rogozhinase. Vjen ky kërësim, largohet topi Fernando, goditja shumë e gabuar. Lëvendë fundore i takon skuadrës. Kemi këtë faull ndaj Albano Aleksit, gabon Kasalla në ndërhyrje, goditje lirë. Nuk ka probleme për Albano Aleksin. Sota. Aleksi e dërgon brava tek Dajsinani, që çarkullojnë topin lojtarët Rogozhinas. Nuk nxiton portieri Dajsinani, më pas Sota e dërgon topin tek Fernando, shumë hapësirën që ka, avanzon vetë Fernando, mbështetet Jefferson, Fernando Albanese. Vjen kryesimi, goditja me kokë, Buric kontrollon portieri Ruçi. Rrezikshëm Rogozhinas, i edhe një tjetër, 28 minutë.
pranë golit të dytë. Eknatja, Buric, Deanshej, topi gjatë për para, Adeloje Sota ndërhyn Adeloje, më pas Zuna, Zuna mban topin, provon të kalojë mes dy kundërshtarëve, spektakolar Zuna, nuk kuptohet me Bardhin, por triblimet fantastik të Zunës, edhe një tjetër individualisht provon të nxjerr skuadrën. Desinani e dërgon tek Sota, në vështirësi skuadra Ignatjes. Selmani, vrapje ndal për topi shkon jashtë vijave kufizuese, rivënie me duar. Afrohet Fangaj për të kryer rivënie me duar. Ajo që ka ndoshta një armë plus skuadra Rogozhinës është dhe loja me këmbë portierit Desinani, i cili jep gjithmonë siguri në qarkullimin e topit skuadrës Rogozhinës. Shëm këtu Bardhi në dueli me Xhemalin, shumë i shpejt Bardhi provon krosimin, mbyllet Jefferson. Nuk ziton Jefferson, por provon vetë të dalë, nuk e largon topin nga një zonë, nuk e humbet e ka në kontroll skuadra Rogozhinës, se mbrapa pasimi Albano Aleksi me njëherë dërgon drejt Sotës. Krijohet pik pasimi me Selmanin në ansore, por topi shkon edhe një herë tjetër tek Mario Dajsinani. Qarkullohet topi sërish nga Rogozhina, se nuk zitohet edhe një tjetër portieri. Sërish për Elion Sotën. Zbret Selmani për të marrë topin, e kanë kontroll, sërish për Sotën. Provon presingu tashmë Vora. Sota dhe topi devijuar nga ana Karricës, plani i parë për Elion Sotën. Presingu i skuadrës së Vorës po bën që Ignatja të mos dalë në mënyrë të menjëhershme, me disa stacione Ruçi, Fangaj, Albaneze, kërkon shërbej për Buric, i sak pasimi, niset Jefferson, shojmë hapësirën që është nga majta Jefferson, avancon gjithjet Jefferson, në brenda zonës, goditja ndalet Fernando, kohet topi prej me dorë, vion lojën e Englis Spaiu, Jefferson e mban topin brenda vijave kufizuese, gjithjet Jefferson, mbrapa tek Fernando, Albano Aleksi, Ilir Sota në krahun e djathtë, me njëherë dërgon atje topin, vjen dhe Ruçi për të marrë kontrollin, gjithje Ruçi, Fangaj, këndëryrja e vrapit ishte gabuar, kemi fall, goditje lirë, dalet në mënyrë të parregullt të Ruçi, ndërkohë që është momenti për të riparë edhe një pretendimin e skuadrës Rogozhinëse. Vrapi kërkon ndjes edhe kundërshtarit, por edhe kryesorit Spaiu, i cili e këshillon. Ndërkohë që Engli Spaiu mundohet të shpjegoj Albano Aleksit që gjithçka e ka në komunikim me varin, edhe në rastin e 11 metrëshit, nëse do t'ishte një i tillë, do t'ishte sinjalizuar nga vari për ta riparë apo për ta akorduar. Protestojnë tek skuadra e Ignatjes. Ruçi është jashtë vijave kufizuese. Nisi s'ka me goditjen e lirë, topi shkon tek Xhemali. Desinani, Adeloje provon presingun, Aleksi, në pas shkon topi tek Xhemali. Gjesakt Fangaj, në shumë hapësirë që ka Fangaj. Selmani, mbështet Ruçi, vendoset pas ti. Albaneze, goditja mbyll Deanshej, edhe një tjetër pozicional Deanshej. E sa këtu Karrica e Ruçi. Falka është i Karricës, plani parë për Albanezen. Ruçi
me Green fiton një tjetër faul. Shojmë edhe një tjetër momentin. Është me një kohë vonesë Karrica. Në të ndërhyrje ndaj Flamur Ruçit, është njeriu i cili ka vendosur deri në këto momente ndeshjen. Shojmë këtë goditje të lirë. Selmani pranë topit, vjen sinjalizimi, nisë Selmani, Arkimi, Ruçi grushton, kemi një faull në sulm, një përplasje mes Xhemailit dhe Ruçit. Shohim se ka probleme për portierin e skuadrës së Vorës, kapitenin e skuadrës vendase. Shohim edhe një tjetër. Ka qenë një dorë hapur e Xhemailit, por nëse duket gjithçka është okej përsa i përket gjendjes së Ruçit. Kapiteni ngrihet dhe nisi në tek Vora topin nga ajo goditje lirë. Repaj, edhe një tjetër për Ruçin. Nuk arrin të dalë skuadra e Vorës, presive Ignatius dhe vendosja është mjaft e mirë këtu. Jefferson në dueli me Bardhin, mbyll Xhemaili. E dërgon topin jashtë rrethimit të stadiumit Laçi, rivendja me duar i takon skuadrës së Vorës. Ndërsa këtu ka një problem, nëse duket për Jefferson, të shohim pikërisht për Jefferson në duel me Patrick Bardhin. Tjetër ndalesë e lojës, kërkohet edhe një ndihmë e stafit mjekësor. Shoqërohet jashtë vijave kufizuese në këto momente Jefferson, të shohim nëse do të jetë në gjendje për të vazhduar. Mbrojtësi kraut majt tek skuadra e Ignatius, rivënie me duar për Vorën. Zuna kërkon pikë pasimi. Ndërsa Adeloja dhe Xhemaili ka një përplasje mes të dyve. I thret pranë Egli Spahiu për të këshilluar. Do tjetë edhe njerë Zuna që do të rivër topin lojë në këtë momente. Top drejt Adeloja, ndërhyn Fernando, ndërkohë që Jefferson vjen të marrë ndihmën e stafit mjekësor. Bajrama i provon të mbajë skuadrën përpara. Largon Xhemaili, më pas është Selmani me kokë. Repaj, Karrica, kalon mirë kundërshtarin e parë, por e mbyll Albano Aleksi Sota. Brapa tek Dajsinani, vonë presingu Karrica, por Dajsinani e dërgon
për të mos rrezikuar jashtë vijave kufizuese. Të shohim se si do të jetë gjendja e Jefferson, si do të merren masa. Vedem në atë pozicion është Ndreca. Nuk kemi faul në favor të skuadrës së Vorës, është dëmtuar Karrica. Goditje e lirë për skuadrën e Vorës. Shohim edhe një tjetër ndërhyrja e Fangajt ndaj Karricës. Ndërsa vion të jetë në kujdesin e stafit miksor Jefferson. Se duket do të ketë lëvizje. Diçka ka lëvizje, nuk ja del Jefferson dhe mund të jetë Ndreca me njerë për skuadrën e Lirë të Tovës. Patrik Bardi pranë topin në këtë goditje të lirë. Vjen kërcimi, grushton ndaj Sinani. Vrapi provon gjetë një tjetër Bardin, pasimi është i saktë. Tjetër ndërhyrje nga pas të herë është e Selmanit. Vjen në goditje të lirë, ndërkohë tek Vora kërkojnë kartonin e verdh. Egli Spahiu mjaftohet vetëm me faul. Shohim të gjithë protestojnë tek skuadra e Vorës për një karton të verdh të kundërshtarit. Shohim Selmani ndëshkohet me kartonin e verdh. Kartoni verdh për Selmani ishte një ndërhyrje nga pas. Gjithsesi rastet diskutueshme dhe gjithçka përse i përket javës së 6 biznes superiore, por edhe më gjerë në rubrikën sportive ku Gerta Sako dhe të ftuarit e saj do të jenë një analizë të A Biznet superiore mbrëmjen e sotme 22:30 në rubrikën sportive, por edhe këndi që është pikërisht pjesa e Movioles, ajo që do të diskutojmë me Klediko në rastet e diskutueshme. Vjen Ndreca, një ndrim i detyruar tek skuadra e Lirë të Tovës. Ignatia tashmë bën në lëvizjen e parë, largohet Jefferson i dëmtuar dhe Edison Ndreca në linjën e majtë të mbrojtjes. Goditje e lirë, Vrapi për skuadrën e Vorës. Vjen Arkimi, largon Sota, më pas Fernando, Albanese, nuk vjen kontrolin e topit Bajramaj dhe Zuna e dërgon topin mbrapa tek Shkelzen Ruçi. Nuk zitohet kapiteni i Vorës për të vendosin e lojtarëve të tij. Shkurtimisht pasimi për Serian Repaj. Vrapi në krahun e majt. Provon të zhvendoset nga qendra Vrapi, Bajramaj, mbështet Shehi. Edhe një tjetër Karrica, që ka ndruar krahët me Patrik Bardin. Bajramaj, mbrapa shkon topi edhe një tjetër tek Dejan Shehi. I lirë është Repaj. Sërish për Dejan Shehin. Dalipi. Vën të avancoj vetë Dalipi, gjem Bardin. Shvendoset nga qendra Bardin, më pas fton Dejan Shehin, hapësirë ka, mund të avancoj të fitoj metrat që në mbrojtësi. Kasala. Lëviz mirë Kasala, lë topin për Dalipin. Që zhvendosin e Bardit për Fanga i mbyll Adeloje, provon presingun. Ruçi. Kërkon shërbej për Buri që dërin në Repaj. Pas Sota, Fernando. Që ndalin e skuadrës Rogozhina se ftohet Ndreca në krahun e majt. Vjen me shpejtësia i Ndreca. Gjen Albanezen, por Zuna për para ti. Dërin sak me topin, gjithje Zuna. Tjetër marrje e mirë e Zunës, tjetër mbyllje e mirë e numri 2. Shojnë këtu Bardi në dyllë me Fangaj, Bardi shkon drejt fundorës se kthen topin mbyll Sota. Për pas të Ruçi, kthyer dhe ai në ditë në mbrojtje. Selmani fton Fangaj, vjen Bardi, mjaft mirë, arrin të mbyll. Patrik Bardi mjaft mirë edhe në fazën mbrojtëse numri 11. Ko që ky top shkon brava tek Sota, Adeloje. Fangaj, Albano Aleksi, duhet minuta e 43 në stadiumin Laçi, java e 6 biznes superiore.
ndeshja e 4 të kësaj jave. Vora Ignatia 0-1. Vendos goli Flamur Ruçi në minutën e 17 deri në këto momente. Sota Albanese. Repaj në rrinë me ko Kasala, në duelin me Fanga, gjithi Kasala, në vis mirë, kemi faul, goditje lirë, Repaj, Vjesak Bajramaj me shpeci skuadra e Vorës, niset Patrik Bardhi, Bajramaj, kërkon edhe njërë Bardhin, vjen kërësimi, Fernando, vendoset mjaft mirë për të mbyllur atë top të kundërshtarit, Fangaj, e umbet topin, rikuperon Karrica, Dalipi, kalon mirë, gjithjet Dalipi, avancon një tjetër kundërshtare triplon, Bardhi. Qojmë Bardhi, sërish për Dalipi, në krahun e majt, pritet darkimi, Dalipi. Vëndon për një qaste, ka topin kontrol, mbrapa e dërgon të Jurgem Vrapi. Në pas Serjan Repaj, Dejan Shej, arsyetojnë të skuadra e Vorës, edhe një tjetër Dejan Shej. Kërkon Gjej Zunën, nuk e mbrina top Zuna, ideja ishte mirë, se duket ishte Karrica dhe jo Zuna. Tashmë është Karrica në krahun e djathtë me Bardhin të zhvendosur majtas, ndrimet e krahëve të dy sulmuesve tek skuadra e Bellaj. Buric, Albanese, ndërun Zuna ka fallë të dyshtarit, tjetër ndalesa e lojës. Tjetër moment ndërprerje, drejt fundit minuta e 44. Minuta shtesë në fundin e pjesës parë. Ako që Ignatia provon në këtë aksion, nuk arrin Dreca ta kontrollojë top Zuna. Dhe mjaft mirë ka fallë të Dekli Spaiu, goditje lirë për skuadrën e Vorës. Zuna një nga më të mirë tek skuadra e Vorës në këtë pjesë të parë. Ka arritur të bëjë mjaft mirë në daljet e skuadrës. Repaj, dhe gëtë topin mbrapa tek Ruçi. Presimin e kundërshtarëve Ruçi, ofrohet dhe Selmani. Nuk rrezikon Ruçi, por dërgon topin jashtë vijave kufizuese. Dhe vjen me duar për Ignatien, që gjendet nga një dhuratë e kundërshtarit në këtë fazë sulmuese. Do të shkoj Fangaj për të kryer rivëllim me duar, plani parë për kapitenin. Nuk kërkoi të rrezikonte. Fernando Ruçi, kërkon edhe një tjetër Fernando, mbyll Bajramaj. Albano Aleksi provon ta ul topi. E dërgon brava tek Xhemajli. Topi gjalli Xhemajlit, kërkon Selmanin, e ul ai. Ndërhyn për një çast vrapi Selmani, Sota. Aleksi. Pak sekonda për të mbyllur 2 minutat e shtesës. Sota edhe një tjetër. Albanese. Fernando. Xhemajli. Albanese. Dresa. Xhemajli.
Ka përfunduar 2 minutat e shtesës, e mbyll këtu Egli Spahiu këtë pjesë të parë, thuhet kategorisë më të lartë të futbollit në vend, vjen në sinjalizimi i kryesorit Spahiu, nis pjesa e dytë, të shohim se si do të shkojnë gjërat. Luan Ruçi në port, vrapi Repa Shej, Zuna, Dalipi, Kasalla, Karica, Bajramaj, Bardhi dhe Almeida i aktivizuar në pjesën e dytë për skuadrën e Arjan Bella. Në krahun tjetër, Dajsinani, Fanga Isota, Xhemaj Lindreca, Aleksi Fernando Ruçi, autori i golit, Albaneze Buriz dhe Selmani për Edlir Tetovën në krahun tjetër. Xhemajli provon me këtë top gjatë përpara, shohim daljen e Fangajt, zhvendosja e tij drejt qendrës dhe hera herës është ai që depërton, avancon përpara. Repaj, Bajramaj, nuk e kontrollon topin vrapi, rivënë me duar i takon skuadrës Rogozhinase, është Fangaj pranë topit. Ky është Fernando, braziliani, një nga pikat e forta të skuadrës Rogozhinase. Buric, provon të avancojë, mbrapa topi Selmani. Ruçi edhe një tjetër për Selmanin, dhe mbyll aty Serjan Repaj. Provon të zgjedhë skuadrën nga e zonë Serjan Repaj. Ka faull ndaj tij, kemi goditje të lirë. I takon skuadrës së Vorës. Goditja e lirë, të vetë Serjan Repaj që do të kryej, shohim në një tjetër momentin. Repaj Ruçi. Dejan Shej, Dalipi, Repaj, kon Patrik Bardhi, Almeida, lëviz mirë mes dy kundërshtarëve, u mbet topi, gjithsesi ka Kasalla në kontroll. Mbështet e Karica, çojmë daljen e skuadrës së Vorës. Karica, provon krosimin, Zuna nuk e prin, vjen me shpejtësi Bardhi, Albaneze, shohim i tërhequr dhe sulmuesi për të mbyllur, gjithë Albaneze, Xhemajli, brava shkon topi tek Albano Aleksi, Fernando, pasimet sakta, cilësinë, kontrollin e topit nga skuadra Rogozhinase, sota me sa lehtësi çarkullojnë topin edhe në presingun e kundërshtarëve. Dajsinani i qetë i sigurt, në pas Xhemajli, zgjidhjen atë situatën prapavi Rogozhinasit, shtyn përpara Xhemajli, fton dhe Ndrecën, nuk e mbrin topin e dison Ndreca, ndërkohë që Tetova nuk i beson syve, i kënaqur për atë që skuadra bën në daljet nga prapavia. Dalipi, brapa tek Ruçi, edhe një tjetër topi takon skuadrës së Vorës, është Shej, Dalipi sërish, Repaj, Dejan Shej edhe një tjetër, Almeida, Vismir, gjithi Almeida, Repaj, shet dalin e Karicës, duhet shpejtësie me Sotën, Sota Karica, më shpejt Karica, del fitues Karica, e mban brenda vijave kufizuese, por rivënë fundore, thotë Egli Spahiu, asistenti ka bërë me shenjë topi ka kaluar vijën fundore, ndërsa Tetova i jep udhëzim Albanezës, ndoshta për një manovër tjetër. Ky është momenti i topit të ndalur nga ana e Karicës. Destinani shkurtimisht për Albano Aleksi. Topi gjatë, Buric, pas Fernando, Del Ruçi, hyrje e gabuar ndaj Fernandos, sinjalizon faullin aty Egli Spahiu. Ndal lojën Egli Spahiu, këshillon Dalipin. Numër 18 i skuadrës së Vorës.
Kevin Dalipi. Në vendin fundore, topi takon edhe një tjetër skuadrës provon e Knatja të dalë nga e majta me Ndrecën, vjen kërësimi, mbyll vrapi, pas ky top zonë goditja, Ruçi nuk gjen kuadratin brenda zonës, Flamur Ruçi. Edhe një tjetër tenton golin Flamur Ruçi, shohim largimi i vrapit Buric, e me një hershme ka qenë Selmani që ka goditur, ndërkohë që Ruçi vinte në një pozicion mjaft të mirë për të gjetur portën me një pamje ballore, nuk e ka lejuar Selmani, duke shpërnderuar një mundësi të mirë të skuadrës Rogozhinase, ndoshta për një gol qetësie. Dhe Sinani nuk nxitohet, kontrollon topin. Sota topi gjatë. Rrin me kokë aty Repaj, Dalipi. Humbet topi Fernando, çojmë 5 kundër 4. Në këtë sul Fernando për Buric. Mbyll mjaft mirë aty. Shkëlqse Ruçi, mban në lojë kapiteni i skuadrës e Vorës. Dhe me njerë kundër sulmin krahun tjetër Kasala vonon, por gjen Bajramaj në laj topin për Zunën. Tashmë është Bajramaj, shkon topi tek Bardhi brenda zonës, dueli me Ndrecën, Bardhi, Zuna edhe një tjetër, e kthen ato. Çfarë ka humbur Almeida? E pabesueshme në të 52 minutë. Çfarë mundësie? Por ky aksion i Vorës është me të vërtet mjaft i bukur. Shohim edhe një tjetër pasimin e Zunës. Çfarë ka humbur Almeida, i pambuluar. Çfarë rasti i pashfrytzuar nga skuadra e Vorës pranë golit barazimit. Por ajo që veçohet është nga njëri krah në krahun tjetër shkon sulmi. Ruçi mban në lojë, ndërkohë që Almeida nuk arrin të gjejë rrugën e rrjetës. Ndreca gabon pasimin, ndërhyn Dejan Shej. Almeida provon ta ul topin. I ndërhyn Albano Aleksi, më pas Fernando, Ruçi. Të ndërhyrja e rrepat lejohet avantazhi, topi shkon tek Selmani, dëmtuar Ruçi. Ndërsa Selmani këtu ndal vrapin. Diçka rregull thot gjyqtari. Rivënë me duar. Aleksi. Fangaj avancon në gjithje Fangaj. Kërkon Selmanin. Topi jashtë vijave kufizuese, do t'jetë vrapi në rivënie me duar. Fangaj. Fernando. Ndreca Bardhi ka faul. Ka nervozizëm tashmë mes Ndrecës dhe Zunës. Zunës që kërkon topin për t'i dhënë shpejtësi lojës së skuadrës së tij. Rrjedh Bardhi nuk ka probleme për ansorin e djathtë. Dashi. Gotë Almeida. Topi përfundon të këtej Sinani, kanë kontrol portieri. Gjemajli. Gjemajli e dërgon të këtej Sinani, sëri këtej Sinani. Karrica. Sota. Selmani jashtë vijave kufizuese, topi i takon Vorës në rivënie me duar, një presing i mirë skuadrës së Vorës në këto momente duke mos e lejuar kundërshtarin të luaj. Karrica gabon me atë pasim, dorëzon te kundërshtarët. Ndreca, Fernando, Albanese, edhe një tjetër për Fernandon, ndërhyn Dejan Shej.
vënë me duar, topi takon skuadrës së Ignatiës. E 55 minutë mbyllet. Albanese. Si Albanese brenda zonës Albanese, ndjek Bajrama, Albanese mban topin. Albanese kom pik pasimi, lëviz mirë shkon drejt fundores, vjen ky krosim, Ruçi devion. Stelmani mban skuadrën përpara, më pas Fangaj, çoj Fangaj, mund godas, gjen pasimin për Fernando Fangaj. Tjetër topi kthyer në Dreca, largon Dejan Shenj, nuk arrin skuadra e Ignatiës, shfrytëzoi Albano Aleksi. Shumë e ka buar goditja, gjithsesi Vora është edhe një tjetër, skuadra e Ignatiës është edhe një tjetër e rrezikshme me medaljet e saj. Kasala, lëviz mirë gjithë Kasala, vrapi për Almedën, çojmë Almeda, brenda zonës Almeda, vjen aksioni Almeda, e mban topin, mbrapa e dërgon tek vrapi, më pas për Bard, ndërhyj Fernando, çojmë daljen e shpejtë të skuadrës së Ignatiës, Bard, Fernando, e ndjek Dalipi, Fernando, gjithë Fernando, mbyll Dalipi dhe ka faul. Ka faul, thot Eklis Baiu, nuk janë dakord tek skuadra e Vorës për këtë faul të akorduar nga Eklis Baiu, i cili ka gati dhe kartonin e verdh për Dalipin për atë ndërhyrje. Shohim ndërshkohet Ruçi me kartonin e verdh për protesta, i të bën me shenjë për arsyeën që afrohet, ndërkohë që edhe Dalipi ndërshkohet me kartonin e verdh, minutën e 58, 2 kartonet verdh për skuadrën e Vorës. Ndërkohë shohim edhe një tjetër, ky është momenti i ndërhyrjes. Vjen të marrë ndihmën mjekësore Fernando. Kujtojmë që skuadra e Ignatiës janë triple të detyruar e kreu në pjesën e parë kur Jefferson la fushën e lojës i dëmtuar në vendin e tij Dreca, tashmë një problem ndoshta edhe për Fernando, të shohim se do të jetë në gjendje për të vijuar numër 7 i skuadrës së Rogozhinase, ndërsa Ignatia ka një mundësi mjaft mirë për të provuar një goditje të drejtë për drejtë kuadrat Albanese dhe Albano Aleksi pranë topit, por me sa duket do të jetë Albanese. Ky është Kevin Dalipi ndëshkuar me kartonin e verdh për atë ndërhyrje ndaj Fernandos. Shohim Albanesen pranë topit. Shkëlqen Ruçi, i cili kërkon 4 lojtarë në murin e mbrojtjes. Që kapiteni Aleksi diskuton me trajnerin Tetova në distancë, ndoshta për udhëzime të tjera për skuadrën e Rogozhinase, ndërsa është momenti i
këtij faulli. Albanese këshillon edhe një tjetër murin e skuadrës së Vorës Spaiu. Do t'jetë Albanese në këtë goditje të lirë, vjen sinjalizimi, niset Albanese, vjen goditja, devijohet topi, në këndore shkon, e 4-ta për skuadrën rrogoshinase. Në shpejtësi për Albano Aleksi që edhe të top në zonë, largojnë lojtarët e Vorës dhe kemi rivënie me duar, edhe një tjetër Ignati mbetet përpara. Kur kronometri nis në minutën e 62 të kësaj përballje. Dresa në rivënie me duar. Top drejt zonës, Dorin Dejan Shej. Dreca shëton faul dhe kundërshtarit Edison Dreca. Ndaj Bejramajt me sa duket. Ky është momenti i goditjes Drecës ndaj Bejramajt. Shohim të marrë një goditje në një vend të papërshtatshëm. Bejramaj e paqëllimshme e ndërhyrja e Drecës, gjithsesi ka mbetur i dëmtuar. Almeida, mbyll Gjemajli, nuk arrin Vrapi, ka probleme, ka mbetur i dëmtuar, në koshoj mundësin Selmani, e mbyll Repaj. Vrapi ka mbetur i dëmtuar, ndërsa skuadra e Vorës ka topin kontrol me anë të Karricës, që dërgon në krah mediat tek Zuna, i cili e ul për Dejan Shejn. Topi gjatë përpara, Sota ndërrin me kokë. Edhe një tjetër Dejan Shej. Buric, Fernando, kon Selmanin. E gjem brenda zonës Selmani, Ruçi, pra golit të dytë, Flamur Ruçi, goditja shkon jashtë kuadratit, sërish ai Flamur Ruçi pra golit, nuk e gjen kuadratin, ndërsa Vrapi ka mbetur i dëmtuar. Shohim nëse do të jetë në gjendje për të vijuar, ndërsa regjia na mundson edhe një tjetër momentin e goditjes së Ruçit, sa ngjitur me shtyllën shkon ai top. Ky është momenti, ka patur një problem, një zgjatje, por edhe një këmbë të mbledhur. Ndoshta aty mund të jetë dëmtimi për Jurgen Vrapin. Shohim se duket është në pjesën e kaviljes. Mbetet për të parë nëse është në gjendje për të vijuar lojën apo do të kemi një lëvizje të detyruar tek skuadra e Vorës. Kujtojmë nga një ndrim për secilën skuadër deri në këtë moment.
do t'jetë Ruçi në këtë rivënie fundore. Bardhi në duelin me Drecën, mbyll Dreca, Albaneze lë topin jashtë vijave kufizuese, i takon skuadrës Rogozhinese. Plani parë për Buric. Fton të faul në favor të skuadrës Rogozhinese. Shohim edhe një tjetër, ky është dueli. Ndërsa Ildi Gruda bëhet gati tek skuadra Rogozhinese. Shkodrani gati për të vetur në fushën e lojës. Fernando pran topit. Vjen kërcimi në shtyllën e parë, largohet për një çast mbet aty goditja. Më pas ja sheh dhe kemi një faull në sulm. Kemi një faull në sulm nga skuadra Rogozhinese, nuk janë dakord tek Rogozhinesit. Ne kemi edhe një tjetër. Largon Repaj dhe këtu Sota ka shkaktuar atë faull ndaj portierit. Lë ndeshje në këto momente Selmani, në shkuari me karton të verdh tek skuadra Rogozhinese, dhe në vendin e tij Ildi Gruda. Numër 77 Gruda, lojtari i cili kemi parë të luajë në të majt të sulmit, të shohim se do të spostohet Albaneze, jo, shkon pikërisht Gruda në linjën e djathtë të sulmit, nuk ndryshon asgjë. Zuna, për vend zhvendoset drejt qendrës. Dalipi. Vjen Repaj për Almeida. Ndryrim për një çast të Xhemali, arrin të kalojë Almeida. Vrapin krahun e majt. Për Ildi Kasallën. Kasalla e mban topin me forcë Kasalla. Kthi Kasalla. Brava për Dalipin. Dhe këtu Gruda shkakton më njëherë faull, shtyn kundërshtarin. Sa po futur në fushën e lojës dhe me se duket do të kemi një top drejt zonës, shtyn në shtatlartet e skuadrës së Vorës përpara. Bardhi e vrapi pran topi si gjithmonë dyshja. Të shohim kanë dalë përpara lojtarët. Bajramaj. Vjen kërcimi, është i lartë për Dejan Shenj, ndërhyn Dreca. Albaneze. Fernando ka vetur i dëmtuar Dreca. Fernando me këtë top gjatë që edhe një tjetër Albaneze, por e dorëzon tek Ruçi, ngrihet Dreca, nuk ka probleme për të. Me shpejtësi Ruçi dërgon topin tek vrapi për të organizuar një tjetër manovër tek skuadra e Vorës. Almeida vënon pasimin, gjen Dalipin shkurtimisht. Për Dejan Shenj pas topi. Karica. Xhemali. E ndalë një minutë pa rregull. Dalipi e lë topin, me se duke do t'jetë Dejan Shenj. Shohim, jo, afrohet Bajramaj, vjen dhe Bardhi. Do të kemi një top. Për para, por shkurtimisht Bardhi. Zuna gjen Karricën, gabojnë në këto momente lojtarët. Shohim të nisit të skuadrës së Gnadit, shumë i shpejt Albaneze i drejtohet zonës i tij Albaneze. Byll mjaft mirë aty Serian Repaj. Arrin të fitoj duelin që në mbrojtësi.
Bajramaj. Gabon Bajramaj. Rikuperojnë edhe një tjetër tek Ignatja. Shojnë Buric, Ndreca nuk e merr si duhet, rifën e fundore për skuadrën e Vorës. I kërkon Ruçi të mos e nis lojën, pasi Fernando ka probleme. Që të dalje, goditja, nuk arrin të dërgoj topin në rrjet Bajramaj, vion aksioni, vjen kërësimi, Kasalla, vonon, Karica, brenda zonës Karica, shkon drejt fundores për topi jashtë vijave kufizuese, rrezikshëm skuadra e Vorës. Shohim edhe njërë tjetër, kombinimet e mira, ky topi Bajramajt, goditja Dajsinani e më pas Aleksi Ndreca në saktu albaneze. Atë mbajtje topit rrezikon një pak. Probleme edhe për një nga lojtarët e skuadrës Rogozhinës, se shohim edhe një tjetër Karicën në përpjekjet e fundit të aksionit. Ky është momenti kur albaneze rrezikoi jo pak në prapa vijën e skuadrës së Ignatjes. Se duket ka probleme për një nga lojtarët e prapa vijës tek skuadra Rogozhinëse. Është kapiteni Albano Aleksi. Miq, përsa i përket statistikave, deri në këto minuta, në 70 minutat e sfidës, skuadrat, përsa i përket kontrollit të topit, 56% Ignatja, 44% skuadra e Vorës. Kemi në total 5 me 13 goditje drejt portës në favor të skuadrës së Ignatjes, ku në port kanë përfunduar 2 për Vorën dhe 4 për Ignatjen, 3 me 9 janë topat jashtë kuadratit të portës. Në kujtojmë që janë sulmet 55 për Vorën dhe 60 për Ignatjen. Jo një numër i lartë sulmesh, kjo tregon për plasjet që ka patur kjo përballje në mesfush. Sulmet kanë qenë graduale, nuk ka patur kalime të shpejta nga njëri krah në krah tjetër me përjashtim të momenteve të veçanta, por është një lojë ku skuadrat janë treguar edhe kujdesshme, duhet thënë, edhe pse nuk kanë munguar rastet në të dy kampet me skuadrën Rogozhinës, që ka gjetur golin në minutën e 17 dhe që nga një moment nuk kemi patur më ndryshime në shifrat. Dalipi e lë për Bardin. Qojmë Karica fton vrapin, pritet arkimi i tij, vjen, largon Albano Aleksi, Kasalla, ndrysh Sota. Ruçi provon akrobacin, por Buric është ai që largon rrezikun dhe dërgon topin në gjysmë fushën kundërshtare. Sota i pasigurt, shojmë Karica, i thje Karica, e dërgon topit e Kasalla, mbështet Almeida, Kasalla, kërkon Zunën brenda zonës, e gjen sak Zuna, liron të majtën, vjen goditja, mbyll Ndreca, Zuna, edhe një tjetër topi në zonë, Bajramaj, Kasalla, largon Fanga, i goditja nga këndje, dyta për Vorën, por rritet ndjeshëm, manovra sulmuese, plani parë edhe për Karicën, ndërsa bëhen gati me lëvizje tek skuadra Rogozhinëse.
do të ndërhyjë në formacion tashmë Tetova, ndoshta për të forcuar edhe repartin e prapavijës. Pam Poçi, një nga lojtarët që do të hidhen në fushën e lojës, vjen krosimi i vrapit. Karrica nuk gjen goditjen, Kasalla e kthen edhe një herë tjetër në qendër, Ruçi tashmë në ndim të mbrojtjes. Bajramaj të kontrolloj topin e shvjeve përgjithësuese, rivënje me duar për skuadrën rrogoshinëse. Ko që lëvizje do të ketë edhe tek skuadra e Forës. Gjemajli, brapa tek Dajsinani me një Bardi provon presingun, Dajsinani e ulej. Topi gjati me njerëshëm. Serjan Repa i ndërhyn me kokë. Almeda Aleksi. Kasalla ndërhyn Fangaj. Më pas Albano Aleksi. Sërish Fangaj. Fernando del mjaft mirë me pasimet sakta skuadrës rrogoshinëse. Shkon topi edhe një tjetër për Fangaj. Fernando e mbështet sërish. Fangaj e kanë kontroll. Fernando. Ruçi e dërgon topin mbrapa. Sota. Gjemajli. Gati Melo për skuadrën rrogoshinëse, një nga lojtarët që do të futet në fushën e lojës. Zuna, Dalipi, mjaft mirë, Almeda të çojë ndaljen e skuadrës së Forës, ky top për Bardhin, Bardhi e ndjek dreca brenda zonës, Bardhi topi në zonë. Askush nuk arrit ta devijoj, as Karrica në shtyllën e parë dhe Kasalla në shtyllën e dytë. Ndërkohë që ka mbetur i dëmtuar Dalipi. Edhe një tjetër sulmi, shohim Almedën, servir një top mjaft mirë për Bardhin, marrja dhe shërbimi aty ku Dajsinani ka devijuar gati lëvizjet. Dhe shohim ka dhe një nervozizëm. Do të largohet, të shohim ndrimet e para janë për skuadrën e Ignatiës, lë fushën e lojës albaneze, Melo në vendin e tij. Ndërkohë është gati dhe Kërziu, i cili merr vendin e Ruçit. Largohet e Flamur Ruçi, autori i golit. Ndërsa lojtari tjetër është Buric që largohet në vendin e tij do ta marrë Poçi. Me sa duket do të kemi edhe një ndryshim sa i ketë rreshtimit tek skuadra rrogoshinëse në fushën e lojës dhe Buric, ndërkohë që ndrimet do të vinë në këto momente edhe për Vinicius, do të jetë një nga lojtarët që do të jetë në fushën e lojës, gjithashtu dhe Qibuike. Largohet me sa duket Repaj. Është Qibuike në vendin e tij. Qibuike, numër 15, do të largohet Karrica dhe vendin e tij ka numër 24 Daka. Qojmë këtë mundësi skuadrës Vorës. Do të arrinë aty Bajramaj. Nërsa në këtë duel do rinë Qibuike.
Gruda, Leo Melo. Lëvizje nga 3 për secilën skuadër. Daka vënd kaloj, nuk ka faul, të gjyqtari vjon lojën. Sota, Poçi, shme duket një mbrojtje me 3 tek skuadra Rogozhina, se Sinani për ndrecën, Dërin Zuna, fiton duelin ajror. Bardhi e ban brenda vijave kufizuese. Bajramaj në duelin me Melo, del fitues Bajramaj. Almeida, Ndërin Xhemajli. Melo edhe një tjetër. Poçi. Sotëm gabon. Vjen me duar i takon skuadrës Vorës. Nxiton vrapi. Kemi faul nga Vinicius. Vinicius cili i mori vendin e Dalipit. E 83 minutë fillojmë të jemi me shifrat 0-1 në favor të skuadrës Egnates, me golin e realizuar në minutën e 17 nga Flamur Ruçi, ndërkohë që Çibuike fiton këtë faul në rryer gabuar nga qendra Fangajt. Një lëvizje që erdhi në qendër të mbrojtjes për skuadrën e Vorës në largimin e Repaj dhe aktivizimin e Çibuike. Qartë i Ruçit, Dërin Kasalla me kokë, pas Daka, Almeida me forcë arrin të kontrolloj topin Kasalla, nuk shërben dot krahun tjetër, e mban topin edhe një tjetër Kasalla, mbrapa për vrapin, Vinicius, Shej, Çibuike, Vinicius sërish, edhe një tjetër Çibuike. Brapa të Ruçi. Deashi. Rënda shqetësoj Melo. Topi drejt Bajramajt. Bardhi. Almeida. Qënë dalin edhe një tjetër skuadrës Vorës. Kërkohet sërish Bardhi. Ideja e mirë. Ndërsa Kryeziu dërgon topin brapa të këtaj Sinani. Edhe një tjetër Kryeziu. Poçi. Ndreca. Albano Aleksi. Vjen Kasalla, por topi shkon për Sotën, shojmë hapësirën që ka Elion Sota. Avancon ai, gjithsesi Sota, provon vertikalizimin për Grudën, Gruda! Çfarë shpërdoron Ildi Gruda? Ai top mjaft i mirë i Elion Sotës. Nuk arriti finalizimin e Grudës. Edhe një tjetër, mbyll Sota. Sërish provon vetë avancoj. Tjetër top të erë për Melo, brenda zonës Melo! Ruçi! E më pas Shej, vjon të ketë probleme prapa vija e skuadrës së Vorës. Dejan Shej, i revoltuar me shokët e skuadrës. Shojmë edhe një tjetër. Me sa lehtësi avancon Melo. Dhe ka një karton verdh për Florian Beqiri. Për njërin e portierëve tek skuadra e Vorës, ndërsa Ndresa këtu provon të shërbejë në zonë. Kemi goditje nga këndje 5 për skuadrën Rogozhinase.
Vjen ky krosim, kushton Ruçi. Almeda mundësia kundër sulmit, Almeda avancon, Daka shumë i shpejt në krahun tjetër. Ky pasim për Bajramaj, por Fangaj i vendosur më mirë. E kthen topin tek Dajsinani. Fangaj edhe një tjetër, Fernando. Niset me shpejtësi Ndreca të çojnë sulmin për skuadrën Rogozhinas, Ndreca për Grudën. Nuk arrin godas Ilti Gruda, por e ka topin kontroll, vijon aksioni tjetër krosim. Nuk arrin Leo Melo të devijojë topin drejt kuadratit. Tjetër mundësi për skuadrën Rogozhinas se e pa shfrytzuar. Minuta 87 luhet në stadiumin Laçi. 0-1 vijojnë timi me shifrat. Goditje e ka buar larg kuadratit, nisin me shpejtësi tek skuadra e Vorës Henry Zuna, Qibuike për Vinicius topi. Gabon Vinicius për Bardhin. Leo Melo, Vitje Melo, vjen dhe Ndreca me shpejtësi për të topi, Ndreca, Ruçi Melo, sërish edhe një tjetër shkëlzen Ruçi, vendimtar, edhe një tjetër mban skuadrën e tij në lojë, ndërsa këtu Fernando me atë të shtyrë ndaj Patrik Bardhin ndëshkohet me kartonin e verdh. Është momenti i fallit. Tjetë Bardhi që do të provoj një top drejt zonës. Është dhe Bajramaj pranë tij. Largohet Bajramaj dhe vendin e tij e merr Tabaku. Vjen krosimi lart në shtyllën e dytë, largon Ndreca. Daka kontrollon edhe një herë topin. Kryeziu pranë tij. Daka provon krosimin e mbyll Kryeziu. Vrapi. Sërish për Dakën. Provon të avancojë Daka. Almeida, vjen krosimi drejt zonës. Goditja me kokë e Tabakut. Pra shtyllës shkon. Pranë golit, ndërkohë ka probleme për një nga lojtarët e skuadrës Rogozhinas se me njerë kërkon ndihmën e stafit mjekësor për t'i ardhur në ndihmë kapitenit Albano Aleksi në duelin e numrave 6. Shohim edhe një tjetër Tabakun me atë ndërhyrje, atë goditje me kokë. Rrezikon Vora, por jashtë kuadratit përfundoi goditje me kokë Xhulio Tabakut, të sa përfutur në fushën e lojës. Këtë rezultat shkon në kuotën e 13 pikëve skuadra e Ignatius Kuajca ka dhe Vllaznia kryesuese. Shohim edhe një tjetër, ky është momenti i rënjes së Albano Aleksit. Janë vetëm 5 minuta shtesë në fundin e kësaj sfide. Protestojnë tifozët e Vorës. Ndoshta kërkojnë diçka më shumë, sa i përket minutazhit të kohës shtesë. Shkak të vëmendjeve të lojës. Gjithsesi janë arbitrat e ta të cilët vendosin.
Shoqërohet jashtë vijave kufizuese Albano Aleksi, kapiteni Rogozhinasve. Se duket ka dhe një problem, është një të qarë në hund. Në vend e fundore, Dajsinani kërkon skuadrës të shtyjë përpara. Topi gjati Dajsinanit. Ryn Bardhi me kokë. Kryeziu e Melo. Jakov Kryeziu. Zuna. Ka shqetësimin e Grudës. Ka faull të Grudës, goditje e lirë. Me shpejtësi e nis topin Zuna. Qibuike. Vinicius. Daka. Gabon Daka, topi marrë nga ana e fangajt. Gruda, Fernando, Qibuike, ka faull të Qibuikes ndaj Grudës. Dhe kartoni verdh për qendërmbrojtësin. Shohim edhe një tjetër. Ndryrja e Qibuike ndaj Grudës. Vion të ketë probleme Albano Aleksi në pjesën e shpatullës së djathtë. Ndërkohë që nuk ka ndryshuar asgjë përsa i përket statistikave të fundit të 90 minutit. Vjojmë të jemi me 55% me 45% mbajtje e topit në favor të skuadrës Rogozhinase. Thjesht janë rritur goditje drejt kuadratit 16-8. Ka rinisur loja, Aleksi, Melo. Jashtë vijave kufizuese topi, luhet fundi minutës së 4 të shtesës. Më pas është Vinicius që merret top nga ana e vrapit. Bardhi, topi gjatë drejt zonës, del te Dajsinani, gërshton portieri. Albano Aleksi, kërkohet Gruda, del te Ruçi. Topi saktë, edhe një tjetër Vinicius. Kërkohet Zuna. Ryn Dresa me kokë. Vjen Bardhi me shpejtësi. Sërish Zuna. Tjetër kërsim drejt zonës. Vrapon Daka. Jashtu dhe Vinicius e kontrollon Daka. Vinicius. Është Almeida, tashmë është Vinicius. Vrapi. Tjetër top që shkon në krah. Almeida. Pritet arkimi. Almeida. Vjen kërësimi. Mbyll Fernando. Gruda. Qibuike ndërhyn, ndërkohë që ka faull dhe Ildi Grudës, goditje e lirë për skuadrën e Vorës. Është fundi minutës së 5 të shtesës. Të shohim se sa do të lejohet të luhet kryesori Enkli Spaiu. Ruçi e dërgon topin më njëherë tek Patrik Bardhi. Dueli me Grudën, Bardhi provon ta kalojë, dueli shpejtësisë. I ndërhyn Gruda, rivëni me duar për skuadrën e Vorës. Vion të luhet, e 6 minutë është duke u zhvilluar në këto momente. Tjetër top në zonë, ndërhyn Dejan Shej. Albano Aleksi largon rrezikun. Shohim Fernando, Ruçi, ndërhyn me kokë ai.
Edhe një tjetër Albano Aleksi Ndreca. Arrit kaloj, por është Almeida i cili mbyll sërish. Provon edhe një tjetër skuadra e Vorës, dhe këtu Zuna do shkohen me kartonin e verdh në lojën pa top për atë ndërhyrje ndaj numrit 16 Ndreca. Mbyllet minuta e 6 të shtesës. Gjemajli në këtë goditje të lirë vjen sinjalizimi Tovigjati Gjemajlit nuk ka më kohë, thot Ekli Spaiu, pas 6 minutash e 30 sekondash kohë e shtesë e mbyll këtu këtë përballje.